Vëmendje se Edi nuk I lexon Ajmaliat 3 herë, 2 po. Hajde. Edi, fal mo. Tragedia më e madhe në jetë është të kesh gjithçka, por jo atë që don. Lexo mos besosh. Të besoj. Tragedia jo tavolinës për të vidani. Tragedia më e madhe është të kesh gjithçka, por jo atë që don. Prite Zot me të mira tuja. Prite Zot me të mira tuja. Edi, a ke lexuar ti Ajmalin tona? Ja, bën ti me ma lexu, ç'është? Ç'to Ç'ato, po. A ke bën një me dorë vet ja bën. Po. Çe po ta shkyj ç'to, mos më të bëna e të bëna. Ik stok për la. Hajde. Femrat çojnë ditën e martesës, meshkujt më vonë. Meshkujt nesër. Tash na shtaki ku. Ja, Edi. One nuk qaj, ja, nuk kina me kajtë sot, shukone e Fidan, nuk kina me kajtë sot kina me kesh. Sot s'ka me kajtë. Sot kina me kesh, do njetë qëshje për ndryshe ti kështu të vetë? Unë jam shumë mirë. Po? Se gjithmonë unë jam gjithmonë mirë. Gjithmonë pozitive. Këto filmat e javës kalune nuk I kemi përmend për shkak të ndryshimeve shëndetësore që patëm a ditë premten. Po, tash këtë javë kemi surpriza, me siguri? Po, normal. Këtë javë kena 2 premiera të ndryshme në Kino Hyri e Hajna, me zhanre të ndryshme, apo do të mi përzgjedh filmin e para ditën? Pasi që jam vetëm, tash ta lojmë dytin. Hajt, u po, mirë. Se më konë veti dyti, a ki po merë kujt në të parin. Dikës tjetër. Jo, ama të parin, dytin. Okej, atëherë këtë javë në Kino Hyri e Hajna I kemi 2 premiera të reja. Premiera parë është filmi The Running Man. The Running Man, okej. Po, zhanri I tij është aksion, thriller, shkencë fantastike dhe dramë shoqërore. Filmi zhvillohet në një botë të ardhshme, distopike, ku shoqëria dominohet nga media dhe reality show ekstreme. Glenn Powell ose Ben Richards, një burr I zakonshëm, akuzohet dhe detyrohet të marrë pjesë në lojë televizive The Running Man. Qëllimi I lojës është të mbijetojë për 30 ditë. Publiku e ndjek çdo lëvizje të tij përmes transmetimeve direkte, duke u kthyer vuajtjen njerëzore në argëtim masiv. E shikojmë edhe trailerin. Është pak I bazun në Squid Game. Pak I bazun. Po e kom pa kur ka fillu kur fillun diskutimet edhe xhirimet, e kom përcjell pakës në s'disha ka qenë ajo, etha të mbar prej njerëzve, shka far njerëz mund me pas bota. Do më thonë shumë interesant. Ja vlen mi po edhe trailerin tash të premierës së parë The Running Man. The Running Man, ta shohim. I dyti është? Ta shohim. Jo, veç pakës, ju lutem. Ky është pra. You know, I've been thinking about the show. For the next 30 days, everyone in the country is trying to murder me. And that's crazy, right? People on these games never come back. We have no choice. We need money for a doctor now. Welcome to the Running Man. Contestants will be hunted for 30 days. Anyone can kill you. Hunt them down! Survive, and you will walk away with $1 billion. I always thought this was fake. Oh, shit! Feeling pretty real now. I need weapons, an ID, and a disguise. Holy shit, is that C4? That's not for sale. Don't you get it? This game is rigged. I got a grenade! Back at you. Everything okay, Mr. Springer? Yeah. You know why they cheered for you down there?
If you can survive against those goons, so can they. I'm just trying to get back to my family. They're here. I'll be honest with you. I can't just let you win this game. What is happening? Welcome to the Running Man. The Running Man. Running Man, super premier. Super film. Super E kjo film, premier kur do të shfaqet? Kjo premier do të shfaqet sonte me datë 14 nëntor e premte në ora 20. Po ashtu e kemi edhe një orar tjetër që do të rishfaqet kjo premier. Kemi të dielën me 16 nëntor në ora 18. Do më thonë sot si premier në ora 20 edhe të dielën në ora 18. Ju ftojmë të gjithë dhe më ardhni pa këtë super premier. Por, e kemi edhe premierën tjetër. Aj, prej të zot. Premiera e tjetër, Edi që përzgjedhi, është filmi Keeper. Po. Okej. Ky film është horror psikologjik. Aj, Gjithë prej Edi të pi zot. përzgjedh që shtot, Aj, po prej të shka me zot. bo përzgjedhja jote pa Ka është. thonë Fidoni, hekmatutën ta fali kalin. Filmi Keeper është horror psikologjik, thriller. Filmi ndjek historinë e një çifti që shkojnë për një fundjavë romantike në një kabinë të izoluar në pyll. I dashuri, kur ta lën Lizën vetëm në pyll, të pasigurt, Liza fillon të ndjej praninë dhe ngjarje të çuditshme dhe të frikshme. Me kalimin e kohës, ajo zbulon sekrete të errta për shtëpinë edhe për të dashurinë e saj. Aj, prej të zot. Ja vlen edhe këtë trailer mi shiku. Hajde ta shohim edhe Me përkthim shqipasht. ta shohim edhe këtë trailer edhe pastaj kthehemi. Can I trust this man? Can I trust this woman? There's something special about you. You make the children. I want to go. I want to leave now. I want to go back to before. Prej të zot. Filmi Keeper, një super premiere edhe kjo, njerëz. Prej të zot, me të mira tuja. Kur është kjo premier? Kjo nuk Ethet. është sot, është nesër. Premiera është të shtunën më 15 nëntor në ora 20. Pra, pram të shtunë keni premiera të reja në kino Hyri Johana, ja vlen më ardhe dhe mi pa. Për zgjedhni filmin, edhe e janë mi shiku. Po i përmendi edhe cilat filma tjerë du të rishfaqen gjatë kësaj fundjave. Ta shohim kalendarin. Ky është programi javor i kinemas, 14 dhe 16 nëntor. Me 14 nëntor e premtes sot, në ora 18 kemi filmin School of Magical Animals 3-shin. Në ora 20 premierën që ju tregova The Running Man,
Atëherë të shtunën në 15 nëntor, në ora 13 kemi filmin Grand Prix of Europe, në ora 16 kemi filmin Chainsaw Man, në ora 18 Kiss of the Spider Woman, në ora 20 këtë premierën e kësaj jave Keeper. Atëherë të dielen me 16 nëntor, në ora 13 kemi filmin Lilo and Stitch, në ora 16 Gabby's Dollhouse, The Movie për fëmijë, në ora 18 The Running Man për rap, edhe në ora 20 Predator Badlands. Ja vlen me armi pa. Mos ankohi, por filma keni shumë. hajdeni në kinema në Hyria Hana, e mandej më stuni, jo s'po kemi ku më shku në vikend. Keni plot ku më shku. Edhe nëse nuk deni ku mi festu ditëlindjen të dashur fëmijë, Kino Hyria Hana ju mirëprat me filmin e përzgjedhur nga vetë ju. Po ashtu edhe pakun e përzgjedhur për ditëlindje. Ju ftojmë të gjithëve. Kështu që, dashte me jap që floka prej del zemën e madhe për ko, dashte me jap bilet. Atëherë, pjapi më edhe Edi 10 sekonda. Wow. 10 sekonda për numërojmë. Wow. Kush don me fitu 2 bileta falas në Kino Hyria Hana duhet me thirr në numrin 0488141, mundini me thirr për mrena 10 sekondave dikush. Me fitu 2 bileta në Kino Hyria Hana. Ndërkohë para se më janis me numru, ju veç po I gati me thirr. Sokoloti po thotë mirë mëngjes Gjakov, ed respekt rnofsh e të rujt zoti, je një djalë i mrekullueshëm, lum Gjakova që të ka. Faleminderit shumë Sokol, respekt shumë për ty. Elber Ahmeta I thot përshëndetje Edi nga një shok I vjetër. Po jemër Elber se s'pas na pa me vite. Emër Linda Lama Gjema thot përshëndetje Edi dhe Linda. Kjo është Donjeta. Përshëndesim edhe Linda. Emerson Gavrani thot mirëmëngjes Edi, mirëmëngjes Emerson. Apo numërojmë ajo? Po. Hajde t'ja nisim. 10 9 8 Alo. 5 4 3 2 Okej. Donjeta, thank you për të gjitha informacionet dhe informatat që na dhe për çdo informacion tjetër na ndjeqni në rrjetet tona sociale Kino Hyria Hana. Miropafshim deri me Donjetën.